Policia ka penguar sërish kamionët të futen të furnizojnë tregtarët në tregun e Ishuzinës Dinamo, duke bërë fakt të kryer zhvendosjen e tregtarëve në tregun e ri të ndërtuar në Kashar. Tregtarët shprehen të revoltuar dhe thonë se në tregun tjetër nuk ka vend mjaftueshëm për ta. Ne kërkojmë të kudo ngjeshësh, nuk ka vend për çitur. Se kuptoj këtë. Vjen zoti policia, aty bllokon. Me çfarë urdhje bllokon? Kam urdhër thotë. Po e beshkrim mo zoti. Jam shtet dhe unë pagoj tatimet e shtetit. Është ngritur shteti për të mbrojtur një klient X ke tregu tjetër. Pra duan të bëjnë monopolet, që sot mund të shikoni ke tregu tjetër çfarë katraure është, çfarë higjiene është, çfarë rrugësh janë, çfarë sjellje stafit atyre është. Tregtarët thonë se ata ishin vetpunësuar duke shitur produkte bujqësore, e tashmë as kjo nuk po u lejohet. Sipas llogarive të tyre bëhet fjalë për 5000 tregtar të cilët kanë paguar detyrime rregullisht ndaj shtetit. Banka nuk po mjelli mas drogë, një të majt kalamojt me kalpsira. E ne këtu jo, atëherë ku të shkojmë ne? A jemi rob tishë që shtetin ne? Mos na shoh faleminderit. Nëse këto maune tona që vinë e futen këtu bën tregti, nuk pengojnë as lëvizjen e mjeteve të tjera, as i pregjes, e lëvizin gjitha natën. Po këto janë pillë e atyre që ka qenë deri dje, edhe mundojnë të marrin sot. Të vjedhin sa të munden, të shkatrojnë popullin sa të munden. Tashmë përveç tregtarëve të shumicës, as ata që tregtonin me pakicë nuk kanë më produkte të mbetura për të shitur. Policia e shtetit po zbaton një vendim të dalë nga task forca e cila u ngrit nga prefektura AKU në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, ku për herë të parë ranë dakord institucione që i përkasin forcave të ndryshme politike.